Dhe të gjitha bizneset, nga zero deri në 50 milion lek xhiro në vit, do të çregjistrohen nga tatimi i thjeshtuar mbi fitim. Të gjitha bizneset midis 5-s dhe 8-s do të ulim tatim fitimin nga 7.5% në 5%. Bizneset nga 0 në 50 milion nuk do të gjobiten më për mos deklarim për punojësit e papaguar të familjes. Të gjitha bizneset me xhiro nga 0 në 50 milion lek të vjetra do duhet dorëzojnë një herë në vit një deklarat të ardhurave dhe të shpenzimeve të tyre vjetore. Me xhiro nga 0 në 80 milion do duhet që të paraqesin faturat rregullta tatimore për blerjen e çdo malli. Janë 83.300 bizneset vogla, familje apo individ të vetë punësuar që përfitojnë, kush pastaj nuk do të paguajë asnjë taks dhe s'do të mbaj as këto, s'po e them atë fjalën se më thonë mos e përmend shumë atë fjalën se nuk e kanë njerëzit me qef, ka rrugë tjetër. Shkoj pastaj të paguaj avokat.